Pas dështimit që kuvendit të konstituohet në seancën e 15 prillit, sipas rregullorës së kuvendit, deputetët mund të mblidhen sërish brenda 48 orëve për përpjekje të dytë. Sipas monitoruesve të punës së kuvendit, kjo përgjegjësi bie mbi partitë politike, meq obligimet e presidentës përfundua në kohën kur ajo thirri seancën e parë konstituive. Seanca konstituive thirret vetëm një herë, ajo mund dështoj siç ka qenë përvoja në vitin 2014 për afërsisht 6 muaj, por njëherë nuk ka nevojë të thirret nga presidenti. Sipas Eugen Cakollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, zgjedhja e kryetarit të kuvendit tashmë mund të shndrohet në problem, i cili mund të shkaktoj bllokadë institucionale. Ekziston mundësia që lëvizja vetëvendosje të mos e jap emrin, duke shkaktuar një bllokadë të re, për shkak se edhe në atë situatë duhet që thirren seanca çdo 48 orë, por që në mungesë të një afati nuk përcaktohet periudhë brenda së cilës lëvizja vetëvendosje duhet ta dërgojë emrin. Në anën tjetër, analistët politik vlerësojnë se institucionet jo funksionale e dobësojnë Kosovën. Kosova në këtë situatë gjeopolitike nuk e ka luksin me përmes manovra caktuara politike me shty konstituim. Pas 2 muaj e gjysmë nga mbajtja e zgjedhjeve, në kuvend u mbajt seanca e parë për konstituimin e institucionit, por u mbyll pa sukses. Ndërsa, siç u njoftua, presidenca nuk ka pranuar kurfar letre nga kuvendi lidhur me thirrjen e seancës së radhës.